Zonja dhe zotërinj, mirëmbrëma. Takimi jon I përjavshëm është çdo të në orën 20:30. Ne qëndrojmë besnik. Natyrisht, edhe ju besoj jeni këtu para ekranit të RTS Koçës në emisionin ton Sport. Është një ditë emocionuese, pasi ka përmbledhur gjithë aktivitetet. Natyrisht, emocionet janë shpërndarë gjatë gjitha javës, por ne ju rikujtojmë sot dhe doftë ato që ju keni parë, ne ju themi dhe disa të tjera që nuk I keni dëgjuar. Nëpërmjet analizave me të ftuarëve tanë, ne do të përcjellim se si kanë përjetuar pikërisht këtë javë që ka kaluar. Po fillojmë me futbollin, me një fitore dramatike me Apolloninë 2-3 ka fituar ekipi I Skënderbeut në një terren të rënduar, shumë nga rreshtet e shiut dhe ndofta kjo do të sjell tani problematikën e asaj që ne themi në këtë stin kur rreshtet e shiut ose edhe të borës në Korçë do të sjellin problematikat e veta. Gjithsesi, kështu ka menduar federata dhe kështu do të vazhdojë deri në fund nëpërmjet këtij kalendari. Është mbyllur pra java e parë dhe kemi tani një tabelë përmbledhëse se çfarë ka ndodhur pikërisht gjatë kësaj jave kur renditi Skënderbeu. Natyrisht të gjithë e dinë, është në vendin e parë dhe I shkëputur madje me pikë. Por ndërkohë do të flasim edhe për ekipin e Pogradecit, një ekip që militon në kategorinë e parë dhe është atje për të pretenduar dhe për të ushtruar presion gjithë të tjerëve pavarësisht rezultatit të kësaj jave që nuk ka bindur aq sa duhet, të paktën me rezultat pasi me lojë ka qenë në një supermanci. Gjithsesi, do të kalojmë edhe tek kategoria e dytë, atje ku të dy ekipet e prefekturës Korçës si Devolli ashtu dhe Maliqi kanë mësuar humbje. Devolli është mundur nga ekipi Putrinti me rezultatin 1-2 në fushën e vet, dhe ndërkohë edhe Maliqi ka humbur ndaj ekipit të Bylis me rezultatin 0-1 dhe për të ardhur keq në minutën e 85 kanë pësuar gol. Por ne do të flasim sot edhe për lojnat me dorë, natyrisht edhe për të rinjt e voleybollit, por edhe për ekipin e të rriturve. Qëndroni me ne nëpërmjet lidhjeve të shumta që do të kemi edhe nëpërmjet të ftuarëve tanë, si dhe panelit që ndodhen sot në studio me mua. Ne do të përcjellim pra ato çka thash në fillim të emisionit. Si zakonisht, në fillim të emisionit më lejoni miq t'ju prezantoj të ftuarit tan. Pandush kapetani së në studio. Pandush, mirëmbrëma. Mirëmbrëma. Mirë se ke erdhur. Mirë se u gjeta. Nga ana tjetër, si gjithë një Petrika, të përshëndes. Përshëndetje Romi. Dhe Hildi nga ana tjetër. Hildi, mirëmbrëma. Jeni për miq të të gjithëve. Natyrisht do të thosha që ne jemi këtu në studio për të përcjellë disa të vërteta Pandush. Por nganjëherë opinionet janë të ndara, kur dalim jashtë studios, dikush e pëlqen opinionin, dikush nuk e pëlqen, por gjithsesi kjo është pjesë e realitetit. Thesha që kur folet I që jeni për miq, unë thesha që është një bashkëpunim, një dyshe, o mirë të them një treshe pavarësi mungon. Në mungon Brendoni sot. Brendoni sot është një treshe shumë profesionale. Profesionist të vërtet, njohës të mirë të sportit të qytetit tonë dhe analist shumë të zotë. Ju erdhi një kompliment e utua të që të dy. Po na vin çdo ditë, çdo puntat, kështu që po vin. Po na vin. Profesor si Pandushi ka një vlerë jashtëzakonisht të lartë dhe kjo na jep një shtys për të vazhduar këtë mision edhe për të qenë pranë teleshikuesve me të gjithë përkushtimin dhe dashamirësinë për të sjellë të vërtetat dhe situatën e sportit në rajonin e Blindat. Edhe kënaqësia që marrim duke na takuar njerëz të panjohur në rrugë, duke na thënë edhe ata opinionet e tyre, jeni sot në emision, çfarë do flisin Jo, ne nuk mungojmë asnjëherë. Jo, nuk mungojmë, po që gjithmonë duan të dinë se çfarë ka episodi I radhës ose puntata e radhës. Okej, atëherë le ta fillojmë me diçka tjetër, jo me ju Hildi, po fillojmë me Pandushin. Një Skënderbeu U19 që pëson një humbje me Aston Villën 0-6. E pash që domethënë në fytyrë nuk të erdhi mirë me këtë humbje, por që gjithsesi kjo përbën një moment historik për futbollin korçar të shqiptar, pas atij barazimi 1-1 me Aston Villën në Korçë, vjen rezultat 0-6. E pritshme? E pritshme ishte humbja, por jo rezultati. Gjithsesi, për mua, vetëm pjesëmarrja e ekipit është një sukses me vete. Është një hap cilësor për këtë djem që vajtën në ndeshën me një ekip të cilësisë së lartë, pan infrastrukturën, pan nivelin e zhvillimit dhe fundja pan ku janë moshatarët e tyre. Pra fituan përvojë. Fituan një përvojë. E dyta, unë nuk desha ta diskutonja fare si rezultat. Sepse rezultati është një ranë e medaljes, shumë ekipe mund të ndodhë një ditë e keqe që mund të hash 6 gola ose 6 raste krijon kundërshtari ynë 6 gola dhe tilla gjëra I ka sporti. Por unë desha ta shtronja ndryshe pyetjen sa nga këta lojtarë që vërtet vajtën deri aty ku vajtën, u përfaqësuan, janë e ardhmja e futbollit korçar. Kjo është një dilemë që ndoshta atje Atëherë pyetjen e bëre më jep dhe përgjigjen. Pyetjen e dytë, kjo më duket më kryesore. Sa nga këta djem janë gati të luajnë në ekipin e parë. Në këtë vështrim të sa? Për mua mund të jenë dy lojtar, pjesa tjetër është mund të jenë kenë një arritje në këtë moshë, por më duket shumë e vështirë. Petrika?
Shiko, unë... Në di që për njeri do flasësh ti me shumë Jo, më nuk është puna atje, jo, do ta them pak edhe pjesën e ndryshe nga fjalët e profesorit. Unë them që kur ne arrim këto nivele, ne duhet të shikojmë edhe rezultatin. Nuk e di pse më pëlqen ta shoh në këtë mënyrë, pavarësisht se bëhet fjalë për një ekip të madh. Do ta pranojmë që ka qenë një kundërshtar. Atë e dim, po unë dua ta shikoj që kur vem në këto nivele duhet të përballemi. Ndoshta na ka mësuar Skënderbeu, kështu që shkonim edhe përballeshim me Dinamon e Zagrebit, me Beşiktaşin edhe me këto. Pra ishim pothuajse aty. Dua që dhe kur shkojmë në këto nivele të bëjmë një paraqitje dinjitoze dhe pse çunat e arritën si në ndeshjen e parë, ndërkohë që në ndeshjen e dytë shkoi ashtu si shkoi, unë parashikova dhe javën e kaluar, do ishin shumë decisive minutat e para. Nëse të merr loja keq për ne pësojmë golçin në minutën e 7. Po, që aty u mbaroi, nuk duhet të pësonim sepse nëse i rezistonja 20 minuta Aston Villës do të fillonte presioni do të rritet dhe ndoshta nuk do të ishte ky rezultat në fund sepse humbja ishte ajo që the edhe ti profesor që parashikoi në fundit. Ildi, po s'do të ndikojnë edhe mungesat e ekipit Skënderbeut pasi ishin 4 futbollistë nga ata të huaj që nuk mund do të udhësonin drejt Anglisë për shkak që dihen është pak e vështirë të udhëzosh drejt Anglisë brenda një kohe shumë të shkurtër ose ti je ekstrakomunitar. Të tilla ekipe, sidomos kur bëhet fjalë për ekipe moshe, është shumë e vështirë që kur të prishet ai boshti të mund ta kapësh situatën dhe të dish si të veprosh. Por gjithsesi, unë i qëndroj atij mendimi që si paraqitje të parë Skënderbeu në 19 e fitoi atë trofeun me qoftë me kalimin e turnit të parë, por edhe me paraqitjen dinjitoze që bëri në duelin në Korçë. Por mua po më shqetëson fakti i ecurisë në kampionat, pasi një humbje sot 3-0 ndaj Dinamos. Është treta humbje radhës. Po duke se po e kthen gjithë entuziazëm, po e kthen në një disfavor dhe ekipi duke sikur është futur në... Nuk ishte me kem në tokë? Nofta po mendonte më shumë pikërisht për Aston Villën dhe harroi kampionat. Ka ngjitur mendja besoj në aventura europiane, por kjo është një gjë e gabuar pasi tashmë ajo i përket të shkuarës dhe fokusi duhet të jetë te tashme. Jo, pandosh, kisha një pyetje sepse natyrisht dakord ty jeni specialist voleybolli, por të gjitha sportet kanë një mbrus të përbashkët. Ne kemi thënë, ose të paktën këtë vështrimin tim është e tillë që shumë prej ekipeve të kategorive të vogla të moshave nuk kanë diferencë, domethënë me një diferenca fillon dhe bëhet më tej. Tani duke marrë këtë kategori që të paktën mendonim se do të ishte deri diku e njëjtë. Pra, është kjo që thoni ju pikërisht ky fakt, domethënë që ajo të la shihen e keqe? Pa diskutim. Unë po ju marr ekipin Shpresa të kohës së Demollarit i Osës, ku ekipi Shpresa i Shqipërisë arriti në 8 më të mirat e Evropës. I takon një kohë të largët. Po, i takon një kohë të largët. Por ai ekip ishte boshti për ekipin ton kombëtar dhe boshti, pavarësisht se ishin 18 vjeçar, 19 vjeçar, ishin boshti ekipeve ku luanin. Tani dal përsëri në ajo që shtrova në fillim. Sa nga këta djem janë e ardhmja e nesërme e Skënderbeut. Sa nga këta djem kanë kërkesa nga ekipet e kategorisë parë, jo të superiores, për të prezantuar me ato ekipe. Këtu shtrohet pyetja me e rëndësishme. Më fal. Para disa vitesh, 3 vjet mos gabojmë, kam parë mbrojtësin e majt të ekipit ton kombëtar Mitaj. Më thoni sa vjet ishte? Mitaj ishte 17. Që në prekjet e para të topit, duk që është ky një futbollist i të ardhmës. Tani shtrojmë një pyetje. Ju ka lënë mbres ndonjëri nga të 20 vet, nga të 11 edhe disa zëndësime, ju lanë ndonjëri ndonjë mbres, nuk flas për ekipin kombëtar, por për pjesëmarrjen me ekipin e Skënderbeut. Na ka lënë vetëm futbollisti Beqiri. Një ose dy thashun, që të mos e vetëm kjo është pjesa e vetëm e 2 lojtarëve. Madje edhe ekipi i Aston Villës kishte patur interesim për këtë futbollist dhe menaxherët kishin lëvizur shumë, domethënë që mundet të ketë një pse jo edhe një ofertë. Dakord. Edhe kjo është një sukses më vete. Sepse nuk mundet dot të 20 lojtarët që janë atje të kalojnë në ekipet e para. Por kur ka është një bosht 5-6 lojtarë që duken, që bëjnë verk, që bëjnë vend, bëjnë diferencën, kjo është suksesi më i madh mendoj unë në ekipet e moshave që mund të kërkojnë. Për mua rezultati në Birmingham me Aston Villën nuk thot gjë fare, mund të ndodhen ditë e keqe, mund të jenë 4 mungesat që nuk shkuan atje, mund të jetë Aston Villa, mund të jetë ambientimi, përshtatja, janë shumë gjëra që ndikojnë, mund të jetë goli në shtat, por mua që më çedon kjo
Pikërisht. Romi këtu ka një pesimizëm kur flitet për këto ekipet e moshave ose dhe për vetë lojtarët që aktivizohen në ekipet e moshave, thotë emo në Shqipëri nuk bëhesh, sidomos në Korçë nuk bëhesh. Domethënë gjithmonë shoqërohet kjo, po ja që fati e deshte që ne të shkojmë në këtë kompeticion dhe aty 2-3 lojtarë të kenë dhe fokusin nga ekipet e tjera. Pra që nuk është më e vërtet kjo pjesa, nuk bëhesh në Shqipëri ose nuk bëhesh, është ose është e vështirë. Do ndërpres pak, ne me Eldin kemi qenë edhe në sezonin e kaluar dhe kishim një rubrikë të veçantë pikërisht për ta futbollistë, domethënë talent Eldi, që të kujtoj. Dhe pandush ajo që më bënte më përshtypje ishte që në fund theshin të gjithë duam të luajmë jashtë, duam të ikim jashtë. Domethënë, po pse mos theshin më duam të bëhemi si Bledi Shkembi, ku duam të bëhemi si Xhambazi, duam të bëhemi si ky, duam të bëhemi. Unë dua t'ju them diçka dimve, sepse kjo që the nuk bëhesh në Korçë, mund të ndikonte, po ta them me sinqeritet të madh, deri nga vitet 2000, kur në Korçë me të vërtet bënte dimër. Ishte infrastrukturë e keqe. Ishte infrastrukturë e keqe, sepse një i ri në Korçë kishte minimalisht 3 muaj mungesë stërvitje me një të ri nga Durrësi, nga Elbasani, nga Shkodra, nga Vlora, nga Tirana, sepse kishin më bear. Fushat andej vërtet kishte shi, po ishin më të mira sepse fushat ku stërviteshin lojtarët tanë. Tani ka ndryshuar infrastruktura, ka ndryshuar koha, janë të gjitha mundësitë që dhe në Korçë të lulëzoj futbolli dhe futbolli cilësor. Barazohen në orë të punës. Okej. Përqendrojmë përsëri tek futbolli luajtur dhe po rikthehemi tek kategoria e parë. Ildi, fjala për ju nëpërmjet tabelës, regjia mund na ndihmojë me rezultatet në këtë moment se çfarë ka ndodhur gjatë kësaj jave. Pra një javë. Java 11 e kategorisë së parë. Mund të japë tabelën? Po, Ildi, mund të vazhdosh. Këto rezultate. Apollonia Skënderbeu 2-3. Indikim edhe nëpërmjet tabelës. Besa Laçi 0-0, Kastrioti Luftëtari 3-0, Korabi Kuksi 1-0. Lushnja Iliria 1-0 dhe Bureli Pogradeci 2-0. Pra pas rezultateve kalojmë tek tabela për të mësuar se si është renditja. Renditjes kryeson Skënderbeu i shkëputur me 28 pikë, i ndjekur nga Laçi me 21 pikë, në vend të tretë Pogradeci me 18 pikë, Iliria në vend të katërt 16 pikë, po 16 pikë Bureli, Apollonia e vendit të 6 me 13 pikë, Kastrioti 13, Korabi 13, ndërkohë që mbyllin tabelën Lushnja 12, Besa 11, Luftëtari 9 dhe Kuksi 5 pikë. Padosh, në një pamje të parë të shpejtë për të bërë një parakalim tek të gjithë, çfarë të bën përshtypje tek kjo tabelë? Mua tek kjo tabelë më bën përshtypje thjeshtësia me të cilën Skënderbeu po kryeson kampionatin. Nuk e di. Kur thoni thjeshtësi, çfarë keni parasysh? Thjeshtësia kam parasysh sepse vetë diferenca e pikëve me ekipet kundërshtare e bën më komod, e bën më komod, më të qetë. Shiko, duhet ta nis njëri nga e kundërta. Jo gjithmonë të themi ato fjalë që duken. Ne si sportdashës, si qytetar, si opinionist, merre si të duash, kërkojmë dhe spektaklin. Por në radhë të parë duhet pyetur ekipi. Çfarë kërkon ekipi? Çfarë kërkon trajneri? Si e ka ndërtuar ai lojën? Si e ka ndërtuar ai ekipin? Si funksionon ekipi? Dikush mund të mendojë që ky rezultat është i keq. Jo, more, nuk është i keq. Është një fitore. Është një luftë përballë të terrenit të vështirë. Është përballë të terrenit. Ishte realisht përballë të terrenit të vështirë që nuk të lejon. Por edhe kundërshtari ishte i mirë. Edhe kundërshtari ishte. Apollonia ishte ekip shumë i mirë. Po, edhe kundërshtari ishte i mirë. Atëherë çfarë kërkojmë? Sepse lexoj shumë komente, lexoj shumë gjëra që ekipi kështu. Jo, more, ekipi është aty. Ekipi i ka bazën, ekipi i ka atë komoditetin që dhe mund të lëshoj. Po në fund ajo që është e rëndësishme, por fitovi në minutën e fundit. Po pse nuk kapim pas ajo? Fitore është. E ngrëm gol në minutën e 7 tham. Po. Në Birmingham. Po pse nuk themi që shënuam gol në minutën e 92? Petrika, duket se sikur Panushi është kundër pak asaj ides tuaj, sepse ju jeni prirur për atë lojën e bukur, ë? Apo mua më duket e çuditshme, domethënë s'po arrim ta besoj se si po arrin Skënderbeu, sepse unë thash e kam vënë re që nuk kemi një nivel të lartë domethënë në si të thuash në përbërjen e ekipit. Nuk mendova që në fillim që e nënvlerësuam dhe vazhdoj të ngelem te ajo, sepse mendoj se nuk kemi nivel të lartë. Mirë, po ekipet e tjera po na e bëjnë shumë më të lehtë daljen përpara. Po na e bëjnë sepse po prandaj po flas. Jo, këtë po them. Edhe e çuditshme ishte këtë ndeshje, se këtu nëse fitojmë edhe me Burelin, unë pastaj nuk flas më kundra Skënderbeut ose nuk kam çfarë them për lojën, pastaj se s'ka më kuptim se mbaron çdo gjë,
puna është tani, ekipin e Fierit nuk i ndikoi pozitivisht fusha në atë lloj forme që shkoi, sepse unë vura re që ata ishin ekip shumë i mirë, dilin shumë mirë përpara, bënin aksione shumë të mira dhe prishja e fushës ndikoi për mirë për Skënderbeun, që uli ritmin e kundërshtarit dhe nuk i riti dot të ndilin në lojën e tyre dhe domethënë edhe kur jemi jashtë ndikon përsëri fati për Skënderbeun që shkon situata dhe unë çu shikoj, nuk e di. Ç'është e fati? Duket se u dorëzua dhe Petrika. Jo, mos e presë me Burelin, jo, nuk janë dorëzuar. Ky është një lajm i mirë për të gjithë. Që dorëzohet Petrika. Jo, nëse marrim 3 pikë dhe në Burel, nuk flas më pas s'kam çfarë. Tani presim Zguro, nuk e dim çfarë do bëj Zguro ose një iku, tash i shikoj. Jo. Ke 90 Jo, për pjesën e bastit, gjithmonë. Jo, unë them këtë, që nëse marrim dhe 3 pikët në Burel, pastaj nuk kemi më çfarë t'i themi Skënderbeut, është i sigurt në kategorinë e parë dhe madje nuk do ketë luftë, se unë këtu mund të dorëzohem, sepse unë thash javën e kaluar që do të kemi një luftë midis Pogradecit, Laçit, Besës dhe Skënderbeut. Pra ndërkohë që ju në panel më thatë që Skënderbeu do të jetë sipër dhe lufta do të jetë për vendin e dytë. Unë e futa dhe Skënderbeun në luftë vend të dytë të tretë. Unë e çdol nga kjo gjë nëse ne marrim 3 pikë dhe në Burel. Pastaj çfarë do të flasë? Vetëm për kategorinë e dytë. Jo, më pastaj do shikojmë si do vazhdojmë. Pastaj do të gjitha shanset, të gjitha rrugët të shpihen në fitore në Burel. Priton dush mos më kalo shpejt tek deshja e radhës. Po besoj Romi, motoja e këtij Skënderbeu është cinizmi. Pra na ka treguar në shumë ndeshje që është një Skënderbeu cinik i fiton gjithmonë. Kjo vjen nga, shko, që ti je cinik, duhet të kesh besim tek vetja, duhet të kesh aftësi, duhet të kesh cilësi, eksperiencë. Cilësia është patjetër se nuk është se erdhi nga hiçi ky cinizëm. Po nuk mund të flasim për kaq fitore. Si sportdashës duam që të rritet edhe steka e lojës. Por besoj një tjetër problematik që e penalizon këtë është edhe specifika e kategorisë parë, pasi është një kategori kryesisht sidomos në ndeshjet jashtë, që nuk është se të lejon atë lojën e bukur, po pësove një gol, topi është shumë i vështirë ta shikosh më në fushë, fillojnë bonesa, fillojnë lojtarët, shtrihen. Ja gjyqtarët. Edhe gjyqtarët pa dyshim, edhe natyrisht që kjo e zbe atë pjesën e bukurisë së lojës, por gjithsesi ky fakt nuk e justifikon Skënderbeun kryesisht në ndeshjet jashtë që të jetë dominues absolut ndaj rivalëve të caktuar dhe t'i vras ndeshjen. Atëherë për të qenë më konkret, le të ndjekim kronikën që është përgatitur nga RTS Sport, pikërisht për këtë javë ku natyrisht përfshihet edhe fitoria e ekipit të Skënderbeut. Regjia mund të më jap kronikën në këtë çast. Skënderbeu tregon edhe një herë tjetër se ka një tjetër ritëm në kategorinë e parë duke forcuar poziciat në krye të klasifikimit. Korçajt ja dalin të poshin Apollonin në javën e 11 në një sfidë spektakolare. Dueli lutur në stadiumi Loni Papuçiu nisi mjaft mirë për fierakët, të cilët fitojnë 11 metrash me protagonist Gjovalin Trifonin. 21 vjeçari me përsipër ekzekutimin e penaltisë duke u treguar i saktë dhe kaluar bardhëshirët dhe përsi. Avantazhi i vendasve zgjati fare pak pasi Salena Sër vendos ekuilibrat. Trondet Apollonia, e cila poson sërish në harkun e 2 minutave. Musa me kokë ndëshkon portierin Kaçaj duke përmbysur shifrat në 1-2. Skuadra e Marko Jovanović nuk demoralizohet dhe fal një aksioni të gjatë barazon rezultatin me qendërmbrojtësin topi. Në ekuilibër 2-2 mbyllën 45 minuta e para të sfidës, ndërkohë që fraksioni i dytë nisi mjaft mirë për miqtë, të cilët rimarrin avantazhe me të zakonshmin Salena Sër. Egjiptiani shfrytëzoi pasimin e artë të Çushkës dhe me portën e boshatisur e pati lojë fëmijësh të dërgojë sferën në fundin e rrjetës. Ndonse raste për shënim nuk munguan të dyja portat respektive, Skënderbeu ja dori të hipotekojë një tjetër sukses të rëndësishëm duke u shkëputur në krye të klasifikimit me 28 pikë. 7 më shumë se Laçi, i cili nuk shkoi më shumë se barazimi pa gola me Besën në luz. E pra, këto ishin momentet e bukura të kësaj ndeshje. Pandush, një terren të vështirë, gjithsesi 3 gola dhe duke se ai që zgjidh gjithçka është nasri për ekipin e Skënderbeut. Tham që ishte një terren i vështirë për të luajtur futboll, por e rëndësishme janë 3 pikët. Skënderbeu bëri punën e tij, mori ato që deshte, mori 3 pikët dhe vazhdoni qetë rrugtimin e tij. Do presim lojra më të bukura. Shpresojmë që në fazën e dytë ekipi të mbështatet më mirë dhe ekipi duhet të jetë në sinkron. Akoma nuk është sinkronizuar ekipi. Ka nevojë për më shumë sinkronizim, për më shumë lojra. Dhe le të themi të vërtetën që është dhe ekipi i ri nga ekipi i vjetshëm. Për vit ndërtohet ekipi dhe kjo është shumë e vështirë. Të gjitha ekipet hasin vështirësi. Ndoshta kategoria ku janë
bën më të mirën për të përshtatur ta dim. Problemi është qëndrimi këtyre lojtarëve, forca e këtyre lojtarëve dhe egoizmi i këtyre lojtarëve për t'i nënshtruar ekipet kundërshtare, për t'u treguar diktatin, sepse dhe ajo ka bukurinë e saj, kur ka përzen një kategori më lartë, kur ke vendosur një diktat. Bësh shumë i frikshëm në javën e vazhdim. Bësh më i frikshëm në... Unë jam dakord me këtë pjesën kështu që nëse ne vazhdojmë kështu me pragmatizëm, pa lojë fare, e mbyllim kështu kategorinë e parë, ngjitemi, unë jam shumë dakord. Po puna unë kam frikë vetëm momentin që mos kap një moment negativ dhe unë mbasi më trendreshërisht, kjo më shqetëson. Nuk e besoj. Ekipi duket që është superior karshi ekipeve të tjera. Superior, flasim vetëm për emrin, për fanellën, se superior në fushë nuk ka patur. Pikët Pikët na bëj superior. Mund ta themi këtë, po sa i takon nivelit të lojës. Dhe unë e thash pak më përpara, ekipi ndoshta ka nevojë për më shumë kohë për t'u lidhur, për t'u ashu, sepse cilësia është aty brenda. Po përfundoi një javë, iku një fazë, kështu që prandaj thash, ndoshta fazën e dytë do shikojmë. Ndoshta fazën e dytë do shikojmë. Të paktën më bëri përshtypje edhe ajo që Gjoka tha, që unë kam një fiksionim për të ngjitur në Super League dhe duket sikur i përbllodhi kështu e ditë. Po, dakor, atë po themi dhe ne. Trajneri me këto që thotë. Sepse ne flasim ato që duam të shikojmë, kurse ekipi flet me gjuhën e atyre që duhet të arrijë. Janë dy gjëra të ndryshme. Ne flasim me gjuhën e atyre që duam të shikojmë, kurse ekipi flet me gjuhën e atyre që do të arrijë dhe ato i di vetëm ekipi. Besojnë me merkaton e janarit, me dy lëvizje mund të korrigjohen këto problematika që ne her pas here i kemi përmendur dhe mund të kemi mekanizma të tjerë për sa i përket zhdërvjellësisë së lojës apo kryesisht reparti ofensiv nuk është se po prodhon atë volumin e rasteve e mundësive të arta të shënimit dhe dëmtimi. Pra pikërisht edhe këtë ndeshje Nasri e zgjidhi. Domethënë vetëm me golat e Nasrës. Po problemin defansiv do ta thosh apo ta them unë? Po dhe besoj se nëse shumë. Sa ta zgjidhni të dy? Të djesh domethënë Marek Lembita, të cilën e kam në linjë të drejtë për drejtë këto me diplomatike këtë radhë. Ndryrjen. Po. Marek Len Mbrëma. Mbrëma Zgjupi, Mbrëma të ftuarve. Të përshëndes Mario. Nuk jam dhe na shumë mirë për shkak të rezultateve. Po jo, se ti edhe pak orçar, kështu që të gëzohesh që është Skënderbeu mos u mërzit kaq për Apollonin, do luaj prap, do ketë ndeshje apo kishi pritshmëri të tjera në këtë ndeshje. Jo, e thash në fakt për humor, mendoj që dy fjalë duhet t'i them dhe për Skënderbeun. Mendoj që ekipi korçar është programuar për të qenë aty ku është. Nëse kujtoni lidhjen tonë të fundit, besoj që edhe dy skuadrat kompetitive që po e ndjekin Skënderbeun kanë bërë një parashikim që ata do jenë në garë, thash për Laçin edhe për Pogradecin. Pra duhet ketë një projekt në fakt edhe të eci në bazë një projekti të gjithë ata që kanë ambicie për të ngjitur në superiore. Mario, kthejmë pak tek ajo ndeshje, tek ajo përballje, drejt për drejt. Te përballja e prisja një lojë të hapur, prisja një lojë me shumë gola dhe ashtu ndodhi. Ekipi Fjerake ka në tradit një lojë të tipit hollandez, si mund ta përshkruajmë, kur pra luan një lojë të hapur, mund psoj gol, por edhe shton gol. Po. Loja ishte e bukur, terreni në fakt sportiv ishte i ngarkuar, pothuajse sidomos gjatë pjesës së dytë ka rënë shumë shi gjatë zhvillimit të ndeshjes. Nuk kanë qenë më tepër se 50-60 tifoz brenda në stadium, që të kuptojmë. Patjetër ndeshja në fakt është transmetuar edhe nga Radio Televizioni Publik Shqiptar. Por duhet të thënë se terreni, por pavarësisht ngarkesës që patën lojtarët në fushë, madje pjesën e dytë Skënderbeu në mos gaboj bëri rreth 5 ndrrime lojtarësh, edhe 2 duhet i ketë bërë Apollonia, nëse kujtohem mirë. Po. Tregon edhe një lloj lodhje që patën edhe lojtarët. Ishte terreni i rënduar që ta detyronte një gjë të tillë. Mario, kush e bëri diferencën në këndvështrimin tënd? Sepse edhe rezultati ishte i ngushtë 2-3. Kush e bëri diferencën? Mendoj që efikasiteti në shënimin e golit, Apollonia e gjeti golin pak më herët, por ndryshimi i shpejtë i rezultatit, golat që erdhën afër njëri tjetrit tregon për një reagim. Të dy ekipet e donin fitoren. Për mendimin tim, mendoj që luajti në lojë është përvoja e ekipit të Skënderbeut. Pra ishte çështje përvoja që bëri diferencën.
Mendoj që është përvoja në këtë përballje, për mua ishte përvoja. Mario, Petrika ka diçka për të thënë, mundet të komentosh, po Petrika. Diferencën e ka bërë fusha, sepse me sa vurare unë ekipi Apollonis ishte një ekip shumë i mirë në fazën ofensive dhe nëse nuk do të kishte limitimin që erdhi për shkak të fushës, atëre unë jam i sigurt që Apollonia mund të kishte dalë më lehtë te goli në pjesën e dytë dhe mund të kishte shkuar ndeshja. Jo, edhe raste ka pasur, 4-5 raste Apollonia kishte. Në pjesën e dytë Skënderbeu nuk ka bërë asnjë rast përveç golit, sepse doli në atë mënyrë si doli goli dhe pastaj shkoi më në portë Skënderbeu. Ndërkohë që Apollonia u limitua të gjitha aksionet për shkak të fushës, kështu që fajin e keni vetë. Të jap një të drejtë në aspektin e terrenit sportiv, sepse besoj se isha vetëm para 2 ditësh në Korçë. Terreni sportiv aty është në gjendje më të mirë, duhet ta pranojmë këtë. Edhe kur ekipi mësohet të luajë në një terren më të mirë, ka vështirësi në tilla situata. Por mund të them edhe diçka që ne në ndeshjet e fundit nuk më vjen mirë kur pranojmë edhe defekte, po duhet i themi kemi pas edhe 2 rezultate të tipit 0-0 që nuk tregon edhe një performancë kaq të shkëlqyer. Po, pra, nuk ishte e rastësishme kjo humbje, pas 2 barazimesh mund të vish edhe tek një humbje. Jo, unë nuk gjykoj ekipi, tregoi karakter që luajti, u përball, parashikimi im është që do jetë në mesin e artë me ekipi Apollonis, pasi për mua do pikërisht 2-3 përforcime me lojtar të cilët po themi t'japin atë kurajun edhe pjesës tjetër, kujtoj diçka Xhenxifi. Po. Ka qenë ky ekip që ka arritur mjaft lojtarë që kanë shkuar më pas në ekipet më të mira të tregut vendas. Janë lojtarë të akademisë, Mario? Janë të akademisë Apollonisë? Disa edhe të akademisë, por edhe disa kanë marrë si trampolin, por do thoja Xhenxifi që edhe si thuaç investimi që kërkohet tashmë nëse synon lart, gjithmonë duhet jetë edhe më i madh. Ndoshta përveç gazetarëve, them me pak humor, këtë futbollistët në Shqipëri për mua janë jo dhe aq të mirë paguar. Duhet të rrim shtremër e të flasim drejt. Mario, Ildi Verolli ka diçka për të komunikuar me ju. Po Ildi. Përshëndetje, doja në fakt të pyesja për çështjen e sulmuesit Umejego, pasi në këndvështrimin tim është një nga sulmuesit më cilësor të kësaj kategorie, çfarë po ndodh, pse ky pezullim, a mund të ketë një rikthim, pasi besoj se gjëra do të jenë ndryshe nëse Apollonia do ta ketë si pikë referimi në repartin ofensiv. Konstatimi është i drejtë, aspekti fizik i lojtarit, shtatlartësia, fuqia fizike e tij e bën një lojtar i cili mban 2 mbrojtës me vete, është e vështirë të markosh lojtar të këtij kalibri. Golashnus në fillim të sezonit, jemi sinqert, ka një lloj bunkerizimi dhe shkakun e vërtet të mos aktivizimit të lojtarit nuk e di. Mario, jo, si gazetar me përvojë, po talesit e tyre të mas zbulosh javën e ardhshme. Mosbindje të lojtarit për të rinovuar kontratën dhe kërkon që të dalë me parametra zero. Por gjithsesi besoj se ky fakt e dëmton edhe klubin, pasi jo vetëm që nuk mund t'jap kontributin e tij, po nuk mund ta detyrosh atë që të qëndrojë me zor për. Dhe kjo besoj se ka qenë arsye. Deri diku nuk është se nuk janë fare ndjeni, po më saktë ndoshta dhe unë nuk e miratoj këtë, domethënë të ndërpresësh aktivizimin e lojtarit, ndërkohë që ke një ndër 2 sulmuesit më të mirë, domethënë Trifoni dhe Antoni, pra ishin golashnuesit e Apollonis më të spikatur për këtë vit. Goli i dytë në ndeshjen që sapo lan pas me Skënderbeun erdhi nga topi, një lojtar shumë interesant edhe ai që mendoj që do rritet mjaftueshëm. Por jam dakord që mos aktivizimi penalizon gjithë ekipin dhe thjesht për ta mbyllur, mos ta zgjas më analizën e shkurtër të ndeshjes, do thoj edhe diçka. Para disa vitesh, rreth 3-4 lojtar nga ekipi Fjerak u shpërndan në ekipe të tjera të superiores. Ndoshta për të arritur objektiva më të qëndrueshëm, lojtarët duhet
të mbajnë kjo i përket politikave të ekipit, por duhet të qëndrojnë pak më gjatë, të formohet një bosht më i qëndrueshëm në një ekip, në mënyrë që në sezonin pasardhës të kesh objektiva më të qarta, më të larta. Mario, pyetja ime fundit. Besoni se kjo do të jetë renditja deri në fund apo mundet të ketë ndryshime? E di që do më thuash Skënderbeun e përjashtoi. Të them të vërtetën, mendoj që drejtuesi e Skënderbeut dhe trajneri nuk janë në natyrën që të neglizhojnë, kështu që them të vërtetën e besoj që nuk do ketë. Kë shikoni ekipin e dytë që do ta ndjek Skënderbeun? Të dy ekipet janë në vendi i dytë dhe i tretë do rivalizojnë. Laçi po Gradeci? Do rivalizojnë të dy ekipet, pra. Për mua unë i qëndroj kësaj. Ndërkohë që do varet edhe nga merkatoja e dimrit, nëse do ketë lëvizje, nëse do ketë objektiva të reja, largime, afrime. Mario, faleminderit. Do takohemi përsëri së bashku. Je mik i emisionit tonë, natyrisht është kjo studio ku ti ke punuar prej vite me radhë, natyrisht të sill pak nostalgji, po ta sill kështu nga larg. Faleminderit Mario Glembrita. Falenderoj shumë për opinionin që na dhe. E pra, pandush, ka po paka shumë, do më thënë një situatë ku dhe Mario në sjaroj, besoj se analizuam atë çka ka ndodhur me ekipin e Skënderbeut. Po, e tha dhe Mario, ajo që thamë dhe ne këtu në fush, ekipi Skënderbeut do vazhdoj të qëndroj aty ku është, nuk e di tash i duhet kap fillin e ndeshjes, apo do vazhdoj në respektivën që e la ajo që ekipet në renditje. Po të marrim atë të renditjes dhe unë besoj që do ketë një rivalitet të fortë midis Laçit dhe Pogradecit për punën në vendit të dytë. Ndërsa Skënderbeun e shikoj të sigurt. E dyta, besoj që merkatoja e janarit duhet të jetë cilësore në kapjen e elementeve për të kuptuar kategorinë superiore. Pandush, do ta diskutojmë pak më vonë edhe këtë pjesë, por jam i detyruar të bëj një ndryrje pak në emision për të prishur dhe pak traditën, sepse e kishim me futbollin, por me që kemi një mik në studio numër 2, është Evis Caci, trajneri i ekipit të voleybollit. Visi, mirëmbrëma. Mirëmbrëma Romeo, si kaluat? Vis, të përshëndes. Ju përshëndes. Natyrisht, dëgjoj, ndërpreva fjalën Pandushit dhe kur i thashi që do kemi një nga voleybolli, Pandushit tha po, ndërprje futbollit, tha kalo me njerë tek Visi, tha për të folur, gjitha dhe mirë kuptimin e miqve. Visi, ti nuk e ko sot, nuk e rastësisht sot në emision, ndofta do thosha që ajo që më ka bërë përshtypje, ka të bëj ajo që të paktën unë kam parë dhe nga ajo që kemi diskutuar së bashku, po natyrisht do të lejmë shumë me Pandushin, pastaj qofte të debatosh pak ose të diskutosh. Ekipi voleybollit të meshkujve në mos gaboj U20, U18 janë në drejtimin tënd? Atëherë, bëjmë korrigjim të vogël, U19 dhe U21. Po, U19 dhe U21. Janë tek, Po, patjetër. Atëherë, të paktën nga sa pash dhe sa pash edhe tabelën, domethënë për t'u informuar edhe më shumë, pasi ju keni të drejtë dhe ne natyrisht unë bëj një kritikë këtu që pak i japim këto veprimtari të këtyre voleybollistëve të rinj që nëse do të jenë në ardhmja e voleybollit. Pandush, po ta le ty para se ta drejtoj pak Visit, ndofta e bëm mirë këtë kritik, duke e futur Visit, duke respektuar tani në këto momente pikërisht për voleybollin? Po, diskutim. Për voleybollin, ne nuk po them për Visit. Përshëndetje Visi. Përshëndetje profesor, si kaluat? Mirë. Atëre, Visi, duke parë këtë ecuri pasi ju po drejtoni të dyja ekipet, në çfarë gjendje është ekipi Skënderbeut, të cilat janë pikësynimet dhe objektivat tuaja? Atëre, pikë së pari, do doja një falenderim për ta djema, të mrekullueshëm doja të shtoja, të cilët janë djemë që e duan e dashurojnë sportin e voleybollit, kanë dhënë shumë si për ekipin e para të rinjve dhe ekipin e të rinjve, dhe i shikoj shumë të apasionuar pas të sporti. Japin çdo gjë që kanë mundësi, sakrifikojnë në fundjavën, sakrifikojnë çdo gjë gjatë asaj pjesës së shkollës për të mësuar për ditë dhe më shumë gjëra të reja. Visi, më bëj një pasqyrë ku ndodhet ekipi dhe çfarë pretendime ka? Atëre, fatkeqësisht kemi humbur ditën e djeshme me ekipin e Elbasanit dhe nga vendi i parë me U21-shin ose siç i quajmë ekipi të rinjve kemi kaluar në vend të dytë. Mirë, nuk është ndonjë tragjedi e madhe. Vetëm faza e parë ka mbaruar akoma, jemi vetëm në fazën e parë. Kurse me ekipin e para të rinjve nuk kemi asnjë humbje deri tani. Pra ndodhet ekip në vendin e parë. Po, në vendin e parë. S'më le direkt pyetje. Jo, se më duket diçka e çuditshme. Po, jo më s'ka çudi, po ta thot Visi. Jo, si mund të drejtohen dy ekipe nga një trajner
unë U19, unë 21 që thatë se di këtë si funksionon kjo pjesa e të drejtuarit një trajner 2 ekipe. Më falë, kur thoni fjalën drejtuar, e keni fjalën për pjesën e stërvitjes apo drejtimin e ndeshjeve? A jeni ju trajneri të 2 ekipeve? Po, unë jam. Atëherë si mund t'i drejtosh të 2 ekipet? Dua të shikoj punën, si punon. Po janë të 2 kategoritë e moshës që punojnë. Janë mosha të përafërta dhe mund të punohet. Janë të përafërta dhe deri në atë moshë mund të punohet. Dhe pastaj domethënë i mban një ekip. Po, Visi është trajneri që i mban. Është një ekip, okay. Një ekip dhe pastaj domethënë në prezantimin mbajnë domethënë stërvitje bashkërisht, domethënë të gjithë. Sepse janë po ata lojtarë që luajnë dhe me para të rinjt dhe me të rinjt. Sepse tha më lart, unë 19, unë 21. Si për spektatorët. Po jo, shumë mirë bërë dhe Visi ta kthej përgjigje, nuk ta përtoni. Kemi një trajner shumë të Visi, të paktën nga ajo çka shikoni. Kemi talente këtu tek kjo grup mosh? Patjetër që po. Madje 2 lojtarët aktuale po aktivizohen me ekipin e parë të rriturve. Janë aktivizuar shumë pak për momentin, sepse ne e dimi që objektivet e ekipit të parë të voleybollit të rritur janë për titullin kampion dhe kanë në përbërje të tyre dhe lojtarë tuaj. Dhe normalisht e kanë pak vështirë të zënë ato vendet e tyre që u takojnë. Por janë paktën ta 2 që kanë kaluar aktualisht, janë vërtet me aftësi të mira voleybollit. Po, pandush, e dëgjuan Visi, tani është fjala për ju. Visi, do kesh durimin besoj të dëgjosh. Patjetër. Me kënaqësi për profesorin. Të vetmën gjë që më mbetet është ta përshëndes për rezultatet, për renditjen, për mënyrën se si foli me sa pasion dhe me sa dëshirë për ekipin, se si një trajner i mbrojti djemtë e tij. Desha të korrigjoj pak, nuk është faji Visit për atë që pyetje që i drejtuat ju, një trajner ka 2 ekipe, por duhet të jemi koshient për një mungesë. Sepse edhe disa prej lojtarëve që Visi ka në ekip luajnë aktivizohen tek ekipi i të rriturve. Dhe kjo besoj është pozitive pandosh. Kjo është shumë pozitive, por është një mungesë për mendimin tim që nuk është faji Visit, është një mungesë organizimi. Është një mungesë organizimi. Jo, kështu do të edhe tek femrat. Kështu do të edhe tek femrat dhe kështu ka vitet që po vazhdon kjo handicap dhe për mendimin tim është një handicap i tmerrshëm pavarësisht punës të jashtëzakonshme që ka bërë trajneri Roland Bello, që nuk ndodhet sot këtu, po është në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, që ka mbajtur voleybollin gjallë, voleybollin e meshkujve, por është një punë e pa mundur për të zhvilluar. Domethënë ajo që tash është problem vërtet. Është shumë problem. Megjithatë sot nuk jemi mbledhur për këtë problem, jemi mbledhur që të flasim disa fjalë të mira për ekipin e voleybollit. Një falënderim për profesorin që po bën një punë të mirë dhe bravo i qoftë këtyre djemve që kryesojnë kampionatet. Visi, më shumë tek kampionatizmi apo tek elementi i ri? Apo të dyja bashkë? Se trajnerët e kanë që këte i konë kështu. Le të themi të dyja bashkë, po elementi është kryesori. Kemi element, Visi? Patjetër, po. Mendoj se do të kemi element. Që do të jenë tek ekipi parë? Po. Tani më bëj pak një pasqyrë se si funksionon kjo. Keni dhe fazën e dytë, pastaj keni dhe fazë play-offi? Atëherë, organizimi i kampionatit bëhet nga 2 faza. Dhe në përfundim këtyre 2 fazave të zhvillohet faza e play-offit, e cila janë 4 ekipet e para që ndeshen midis tyre dhe shpallin kampionin e këtij evenimenti. Atëherë, objektivi juaj final për të 2 ekipet? Kampion. Nuk di gjë tjetër. Unë do isha shumë i lumtur sikur nga kjo grup mosh një lojtar të kalojë në ekipin e parë. Do ishte suksesi pa parë. Visi thot 2. Unë them 1. 1. Okej, Visi do të thirr 2. Dhe për vit të uroj më mirë mos marrësh kampionate se sa të dhurosh nga një lojtar në ekipin e të rriturve. Jo, profesor, mendoj se edhe kjo është e gabuar. Ata duhet të motivohen gjithmonë me pjesën që ta duhet të shkojnë deri në fund dhe duhet dalin kampion. Po i motivove kështu njëri që të luaj njëri më mirë që të shkojë te ekipi i parë, okay. Ka pjesën pozitive. Në ekipi i parë, me mentalitet fituesi. Në ekipi i parë nuk shkohet me kështu. Në ekipi i parë shkohet me vlera. Po dole kampion, vlerat janë aty dhe e merr ti pastaj. Në ekipi i parë shkohet me vlera. Po duhet ti motivosh për kampion. Unë mendoj kështu, nuk e di, çfarë ka gabuar. Dakord. Unë jam dakord me këtë që thua ti, sepse ti ke mundur ata në moshën
në moshën që e ti dhe kur barazohesh me moshën. Dhe kur del me Dhe kur del me të rriturt. Kjo është njëra pjesë. Por unë di diçka më tepër, me mungesë të theksuar, të lojtarëve, që po shkon kjo punë, por kjo i takon një bisede tjetër, dhe unë më shumë nga sa jam në brendësi dhe nga sa e njoh punën, që them që e njoh, unë do t'i uronja më shumë këtë gjë. Detyrimisht, atje ka ego, ka garë sportive, jo vetëm e kundërshtarët, po dhe brenda kolektivit, sepse kështu zhvillohen lojtarët, kështu zhvillohet sportisti, por unë do uronja, inshallah qofshin 3, inshallah qofshin 4, por unë do t'i uronja këtë që i thash profesorit. Visi, kam dhe një... Profesor, t'ja për absolutisht të drejtë, por nuk jemi në atë kohë ku dilta i lojtari cilësor dhe ishte absolut nga të rinjtë. Sepse, aktualisht ekipi jonë është me 3 lojtarë të uaj, dhe vëndet e lira janë shumë pak atje. Urojmë që duke rritur cilësin, Visi, letjetë. Visi, më thuaj pak, cilat janë ekipi që mendon se do t'jetë rivalizues me Skënderbeun për të dyja kategoritë e moshave? Gjithmonë është Partizani. Partizani, sa e frikshëm, ha? Vetëm ai është ku don volebol. Uroj dhe besoj, nuk po e thyen dot Arben Prifti, ta thyeni ju. Ju falenderoj. Faleminderit Visaci. Faleminderit dhe besoj do të jemi përsëri së bashku edhe në emisionet e tjera dhe natyrisht le ta kemi edhe me një kup, por edhe me atë që ta pandushi me ata lojtarët cilësor. Ne po rikthehemi përsëri tek futbolli, ishte një ndryrë i pandush, besoj se ja vlenin për ta dim, domethënë që të bënim një ndryrë të prishnim pak rrjedhën e emisionit, por duhet të respektoni Visin edhe gjithë voleybollistët koçar. Pa diskutim, këtu voleybolli është një sport shumë egoist, shumë rezultativ, me traditë cilësor dhe pse që të mos ketë vendin kryesor në rubrika sportive, në për emisione, në për portalet të ndryshme, diskutohet për ta dim, sepse dhe ndofta ata marrin dhe një farë krenarie dhe ecin më mirë. Okej. Mbyllëm pjesën e parë me Skënderbeun, por tani do të rikthehemi tek ekipi i Pogradecit. Hildi, një Pogradec që ndofta këtë javë na zhgënjeu pak? E vërtet është pasi prishmëritë e Pogradecit nisur nga 2 fitore të radha, ishin të larta, po besoj se ishte një ditë jo ajo ndaj Burelit, pasi jo vetëm rezultati, por edhe pjesa e lojës deri diku pati rezerva, pasi skuadra vendase u tregua më agresive, më me dëshirë, dhe kjo gjë u pohua dhe nga trajneri Çela në deklaratën e dhënë pas ndeshjes. Për të konkretizuar këtë që ju thatë, në këtë momente unë kam edhe kronikën, kështu që ne do të krijojmë një ide nëpërmjet kronikës së përgatitur pikërisht të përballë. Regjia na ndihmon pak me kronikën e takimit të Pogradecit. Borrelli gjen fitoren e munguar, ndërsa tani më i afrohet kreut të renditjes. Gjithçka ka ndodhur në duelin me Pogradecin, që është luajtur të premte në stadiumin Liri Ballaballni dhe që ka ardhur del për del në rrjetin e radio televizionit shqiptar. Matianët tentojnë të befasojnë nga distanca, fillimisht me Rapid, në cilin të 5 minutë ekzekuton mirë goditjen e dënimit, që e pres Stanic, dhe më pas me Molugjën, 3 minuta më vonë, por përsëri kroati i portës ligjënore mban gjithçka të paprekur. Ka një farë qetësie në lojë dhe një përqendrim në rrethin e mezit të fushës, atje ku gjithçka prishet nga goditja e Kasmullarit, teksa Matianët kanë devijuar në goditje këndi. Ka dhe momente tensioni në fushën e lojës, që vjen në fakt nga bankinat. Kështu është ndëshkuar me karton të kuq ndihmës trajneri i Pogradecit Bekim Kuli, e pas 1 minute për protesta merr kartonin e verdh trajneri i Burrelit Samuel Nikaj. E megjithatë, Burreli ka gjetur golin e avantazhit, kjo me goditjen perfekte të Arnold, nga rreth 20 metra, që ka përfunduar në krahun e djathtë të Sanic. Pjesa e dytë ka nisur me një ritëm ndryshe të Pogradecit, që është në kërkim të barazimit, por në momentin më të mirë të liqenorëve vjen dëshkimi nga portieri Stanic, që gabon në daljen e tij dhe Kasardi nuk e ka patur të vështirë ta shtyjë topin në rrjet. 2-0 për Burrelin në të 59 minutë. Në të 66 minutë, Pogradeci ka pretenduar për penallti në përplasjen mes Serazës dhe portierit Dani, por për gjyqtarin Dyrmishi është faull ndaj mbrojtësit të katërkëndorit Matian. Burreli ka tentuar me Arnold në të 78 minutë, kjo me një gjuajtje jashtë zonës, por jashtë. Tashmë janë Matianët që kanë pretendime ndaj gjyqtarit Dyrmishi, që sipas tyre duhet i kishte dhënë kartonin e kuq Kasmollarit, sepse ishte lojtari i fundit.
Gjithçka ndodhi në të 84 minutë, teksa Stanic kishte dalë nga porta e tij dhe Kasmollari ka frenuar një aksion të vendosur, ndërsa Dymishi jep vetëm karton të verdh. Dueli në Liri Ballabani është mbyllur me tentativën e Babatundes për të ngushtuar rezultatin, por goli nuk del në dritë. Përfundimisht 2-0 për Burelin që ngjitet në kuotën e 16 pikëve pas 11 javësh kampionati, kurse Pogradeci mbeti në kuotën e 18 pikëve. Pra nëpërmjet kronikës pam çfarë ka ndodhur, natyrisht gazetari që kishte përgatitur këtë kronikë Gjergj Vyshka ka folur pak Ildi për atë moment të diskutueshëm. Ishte 11 metë, kështu ishte kartoni kuq? Po në bazë të rregullores besoj po, pasi kemi të bëjmë një heqje mundësie e ardh shënimi dhe portieri. Dhe lojtari i fundit. Po, lojtari i fundit. Jo, lojtari i fundit pasi e dëgjova edhe në RTS nga një moviolisti i njohur që bëri interpretimin dhe ai e interpretoi si heqje mundësie e ardh shënimi dhe natyrisht për shkak se portieri nuk ishte në port, dushte ndeshkuar me karton të kuq. Në qoftë se Stanic do ishte në pozicion e dur, atëherë ishte kartoni verdh pasi kishte dhe lojtar të tjerat. Petrika? Gjithsesi nuk mendoj se ishte kjo një episod loja kishte mbaruar, domethënë Bureli konfirmohet si një ekip shumë i fortë fushë dhe që sado cilësi të kesh ti në këtë fushë duket sikur këta lojtarë nuk e di çfarë të them, në atë fushë ata ishte edhe një si lloj akmarrje e trajnerit Nikaj, duhet ta themi. Pa diskutim nga goja more, domethënë ajo ka qenë një e përshëndes dhe profesorin në qoftë. Jo, unë kisha fjalën. Po gjatë që Nika është larguar nga Pogradeci, kështu që po mënyra e heqjes ishte kisha fjalën në futbollistë cilësor që ka Pogradeci. Pra, sado cilësor mund ta kesh ekipin ti, në Burel ti do të humbasësh pikë. Domethënë këtë më ka lënë të kuptoj Burelin në këto 2 sezonet e fundit. Okej. Por le të dëgjojmë tani se çfarë thotë Redi Donollaku. Redi, mirëmbrëma. Mirëmbrëma Romeo. Është gazetari jonë në Pogradec, i cili natyrisht është pjesë e emisionit, siç ishte Marek Lembitra pjesën e parë, është edhe Redi, gjërësia jonë e emisionit është shtuar me këta gazetar të rinj, këta gazetar profesionistë që natyrisht japin gjithçka për futbollin. Ju jepni gjithçka Redi, por a dha Pogradeci gjithçka në këtë ndeshje? Fatkeqësisht nuk ka dhënë gjithçka. Në këtë ndeshje Pogradecin e kam parë nga nivelet më të dobta, nga ndeshjet më të dobta gjatë këtij sezoni. Në çfarë aspekti? Urdhro? Në çfarë aspekti? Në lojë, edhe në paqartësi loje, paqartësi ndeshje, jo konkretizime. Nuk e di, edhe kundra Burelit, që Bureli është një ekip bashkie dhe ndër më pak të paguarit në Shqipëri. Kundër një Pogradeci që kam shprehur përpara, është ekipi më i paguar në Shqipëri. Jo më i paguar, por ndër më të paguar. Nuk e bën. Redi, ne thamë dhe kemi thënë që ardhja e Çelës në kryet të ekipit pa largimit të Memës do të sjellë natyrisht një frymë të re. Pasi kur në ndeshjet e para u ndjeja e dorë e Çelës, por duket se tani Çela e ka pasur kohë, e ka kohën e dur për të thënë që gjithçka është e tij tani, apo ka ardhur ai moment që mund të gjykojmë Çelën, apo akoma jemi në vazhdimsinë e Memës? Shiko, Çela e ka akoma kohën e dur, por nuk ka lojtarët e dur. Dhe mendoj se janari do të tregoj gjithçka. Sepse dëgjova tani në studio nga kolegët që sa Pogradeci është me lojtar të mirë. Përkundrazi Pogradeci nuk ka lojtar të mirë, përveç portierit Stanic, Kasmollarit, Guros, nigerianit Danlandi, 4-5 lojtarë të mirë. Të tjerët janë lojtarë të mbi paguar, disa janë anonim, dhe madje disa kam patur edhe kohë të gjatë pa luajtur para se të vinin Pogradec. Redi, të pak të Babatunde, mos gaboj, është sulmuesi u sol me shumë bujë tek ekipi Pogradeci, madje po të shikojnë si vini e tij, ishte jashtëzakonshëm dhe tham ku e ka gjetur Pogradeci këtë lojtar. Ai duket sikur po zgënjen apo mos është ajo që ju thoni futbollistë që nuk kanë luajtur, kanë qenë pasi periudhë pushimi dhe kujtojnë tani që ka dhe futboll? Ata mund të mos kenë luajtur Babatunde për shembull, sepse edhe statistikat në internet janë të vështira për të gjetur. Një faqe ku i shikoj unë Babatunde më duket se mund të mos ketë luajtur 6 muaj. Por Babatunde erdhi edhe tek kam qenë unë ai që kam bërë kur kam provuar për të përditshme sportive Panorama Sport që kam bërë lajmin kur erdhi me Laçin, është një lojtar që ka luajtur edhe me kombëtarin nigerian, ka luajtur kundra Leo Mesit, edhe tek Laçi ka zgënjyer.
Mos është do një papatunde tjetër më Redi. Tundi do të babai. Se nuk po i kuptoj më këta na duken një lloj këta papatunde të Ti është i njëjti, papatunde i njëjti është edhe. Ju përmendët portieri Stanish, po unë shikoj Stanish si pikë dobët e ekipit Pogradecit. Jo vetëm në këtë ndeshje, po dhe më përpara më duket shumë i pasigurt ai portieri. Në këto 2-3 ndeshje po, ke të sigurt ka pasur. Edhe të ndeshja me Skënderbeun, pozicionimit e golit Tajos ka qenë komplet i gabuar. Domethënë ka shumë bujë për atë lojtar, por nuk është në nivel. E vërtet, pas golit Skënderbeut ka patur një paraqitje të mirë, por ka 2-3 ndeshje që nuk është të mirë. Madje mua më erdhi keq ta shikoja, por nuk ishte për shkak të Stanish, po më erdhi keq në ndeshje me Apollonin, kam qenë në stadiumin pranishëm, që minutën e 60 Pogradeci me atë ekip të mbyllet në mbrojtje është nuk për mua është e papranueshme. Megjithatë Redi, Pogradeci është atje, pas ekipit të Laçit, e shikoni apo ju jeni pak skeptik në këtë drejtim dhe mendoni dhe prisni që të vijë janari për të bërë ndryshime rrënjësore në ekip, por këto ndryshimet e shpeshta sepse Pogradeci mos harrojmë në fillim të fazës 9 futbollistët kishte, pastaj erdhën futbollistët, pati ndryshime gjatë gjithë rrugës, po të ketë tani një revolucion nga dhjetori, imagjino se ç'bëhet pastaj. Po pikërisht sepse kishte 9 futbollistë dhe këta kemi diskutuar edhe më parë, hoqi të gjithë futbollistët që e çuan deri në finalen e play-offit me Tiranën. Dhe ja, këto janë pasojat. Edhe mori lojtar që as që kishin idenë kategorisë të parë, as kishin luajtur asnjëherë. Redi, padushi ka diçka. Po padush. Më fal. Përshëndetje. Mos ndoshta kjo është e keqja që po e ndjek ekipin? Po sigurisht që është e keqja, unë kam seksuar në emisionet tjera, kjo është e keqja, sepse po ta shohim edhe Paris Saint-Germain, edhe Manchester City që janë ekipe të mirë paguara, ju deshën 10-15 vite për të marrë nga një kupë. Sepse virtuan lojtarët, sepse bli nuk do të thotë vetëm të plesh në treg, po varet çfarë malli blen. Ai ekipi i vjetshëm, po thuaj se u ngjit në superiore. E ndaluan edhe minutën e fundit të ndalovit. Edhe përballë Tiranë. Redi. Po, përballë Tiranë. Po, Redi të falenderoj për opinionin që na dhe, do të jemi përsëri së bashku në javën e ardhshme për të diskutuar më shumë për Pogradecin. Faleminderit Redi Toddollaku. Faleminderit shumë për këtë opinion që na dhe në këto momente, ndërkohë që regjia pas jam keq me kohën më bën gati lidhjen e radhës, ndërkohë pandush kishte diçka? Jo, do shtoj unë diçka për sa i përket jemi në atë linjën e merkatot, më së shumti u gabuan në merkato dhe u synuan ata lojtarët me CV, pra si Babatunde, si Ozekiel që kishin luajtur në La Liga kundra Argentinës me klube, por nuk ishin në gjendje, nuk kishin rendimentin e dur për ta ndihmuar këtë Pogradecin në këtij edicioni dhe besoj se kjo ishte ajo gjëja e gabuar që u afruan lojtarë të cilit nuk është se ishin gati për Pogradecin dhe një pjesë e tyre nuk është se e njihnin kategorinë e parë dhe besoj se këto pasoja po vuan pasi në qoftë se do kishim atë boshtin e ruajtur të edicionit të kaluar dhe do të kishim 2-3 ndryshime apo përforcime për deri të cilësi, atëherë Pogradecit natyrisht që do të ishte shumë mirë. Si logjikën nuk është e gabuar të sillesh kur ke financat një mori lojtarësh se në fundit në kategori të parë po luan. Sjellë Petrika, por e shikon një lojtar që rri një muaj, kur merr vesh ka ikur ky se erdhi një tjetër. Dakord, unë jam me këtë që dofta ka qenë politika e klubit jo fort. Nuk e di, ka patur dhe probleme brenda stafit që merkatoja ishte disi e gabuar. Gjithsesi, unë nuk mendoj se nuk duhet një CV kaq e pasur për kategoritë parë. Mjafton element këtë njohur. Jo, mendonte, do të thënë për hyrje tek Superliga ose për të bërë diferencën. Momentalisht tu qëndron dhe largësia ose diferenca e ekipit Skënderbeut në anë menaxheriale me ekipet e tjera. Pra, është çështje përvoje. Është çështje përvoje në menaxhim. Padosh po kalojmë tek një ekip tjetër që na vjen në radhë dhe si gjithnjë, ai miku jon i emisionit gazetari Fatmir Fica, të cilin në këto momente e kam në linjë të drejtë për drejtë. Fatmir, mirëmbrëma. Me ngjyrat e Skënderbeut. Jo. Fatmir, Ildi tha diçka, me ngjyrat e Skënderbeut Fatmiri sot tha. E ndrove ekipin. E ndrove kavajin tha. Jo, nuk i kam ndruar, kam ndruar një shprehje. Po. Por kam ndruar një shprehje që Skënderbeu në triumfin në Fier nuk mund të quhet më ujqërit e Dëborës, po ujqërit e ujit dhe të Baltës. Luan në një ndeshje tepër decisive ndaj një kundërshtari që luajti në mënyrë të balancuar ndaj Skënderbeut,
por përvoja, mjeshtëria dhe talenti i disa emrave të rëndësishëm të Skënderbeu bën diferencën. Dhe kam parasysh këtu portierin Alia, një portier klasi me 990 minuta të luajtura pa asnjë sekond ndërprerje gjatë gjithë fazës parë. Ka qenë edhe gjatë sezonit të kaluar, Fatmir, i vetmi portier që ka qenë në port. Patjetër që është një portier që e ka ngritur mjaft cilësinë, por kur skuadra ka një garanci nga prapa në prapabi, bëhet fjalë për portierin, skuadra merr shumë hop përpara dhe Skënderbeu 21 gola që ka shënuar i ka patur sepse nuk e ka patur mendjen shumë prapa për posimet, por kanë ardhur realizime fantastike, siç ishin edhe golat në fier realizuar do thoja me mjeshtëri dhe klasë të lartë. Ajo që bie në sytë e Skënderbeu është një skuadër shumë solide, kanë luajtur vetëm 22 lojtarë në fazën e parë, që tregon ka një bosh të mbledhur lojtarësh dhe shumica prej tyre kanë përballuar ritmin më të mirë gjatë gjithë fazës, duke patur ndeshje me fare pak minuta ndërprerje, kur kanë dalë janë zëvendësuar qoftë edhe për pak minuta. Jo se nuk kanë qenë në gjendje të mbyllin ndeshjet, por sepse bankina, trajneri ka menduar që t'i jap një duar trokitje më shumë edhe nga tifozat korçar, brenda dhe jashtë fushës, çka në një farë mënyre është një emocion ndryshe, sepse përkthehet në gjuhën e futbollit, përkthehet si një respekt shumë i madh ndaj komunitetit të madh futboldashës. Fatmir, do të lutem diçka nga ana teknike, të lutem televiz pa kamera, fiksoj pak siç e ke në këto momente. Po, shumë mirë ke Fatmir. Fatmir, ne po diskutonim pjesën e parë në studio, besoj na ke ndjekur. Tham një Skënderbeu që nuk ka ndonjë shkëlqim të madh në lojë, por është një Skënderbeu pragmatist, merr 3 pikshin dhe është i qetë pastaj edhe është rehat. Pajtoni ju me këtë? Unë pajtohem me një gjë, në futboll fituesi asnjëherë nuk fitohet. Skënderbeu kryeson bindshëm me një shkëputje të konsiderueshme dhe do të thoja ato fare pak luhatje që ka treguar në fazën e parë, vetëm tek ndeshja në Kruj, e gjitha kjo për t'u ritreguar si një histori, do të thoja nga ato të kohëve të shkuara të viteve 97, sepse në kushtet zakonshme Skënderbeu në Kruj duhet të donte, nga sa kam informacion shumë pastër, por ka ndodhur ato që ka ndodhur, pa dashur t'i analizojmë më. Fatmir, kalojmë pak tek besa jote. Një besë që duket po vjen tani dal nga dal, ne tham një ngjitje jo me anshesor, por duket sikur e ka nga anshesor të vitit, kështu që me zgjidhje, por që gjithsesi ka rritje. Ndaj Laçit pash besën e vërtet. Vërtet nuk fitoi besa, por ka qenë një nga lojrat më të shkëlqyera që ka zhvilluar në këtë fazë të parë, por Laçin e mbajti në lojë një portier vërtet fantastik si Bibo, Ortiol Bibo, një portier që ndihmoi shumë skuadrën që mos jo vetëm të ndalte fitoren e besës, por që në rast se besa do të kishte shënuar, rezultati vërtet do të ishte ndryshe. Megjithatë pash edhe një Laç tepër të mirë, por të mos thënë, meqense Skënderbeu nuk arrita, sepse koncidoi ndeshja në 100 vjetorin e besës dhe nuk arrita të vinë në Korçë, por në fakt ju kam pritur edhe ju të vinit në Kavaj për atmosferën e 100 vjetorit, sepse vërtet dha një shembull Kavaja, çfarë do të thotë të nderosh një traditë, një histori. Dhe besa e bëri në mënyrën më të mirë këtë. Gazetari i shquar shqiptar Besnik Dizdari, duke shprehur konsideratat, ka thënë: "Këtë lloj festimi që bëri besa si një klub me shumë emër dhe traditë, vështirë ta bëjshin edhe në Londër, edhe në Paris." Më falni për modestin, po vërtet e tillë ka qenë atmosfera. Natyrisht Fatmir, merit pa diskutueshme keni dhe ju. Edhe ju natyrisht që keni punuar shumë, unë e disa shumë keni punuar për atë ditë, për atë 100 vjetor të ekipit të besës, me atë libër të mrekullueshëm që ju mund të realizonit. Fatmir, faleminderit dhe të përshëndes nga Korça dhe natyrisht do të jemi përsëri së bashku. Javën e ardhshme është pak pushim sepse e kemi ekipin tonë kombëtar, ne do të diskutojmë më gjerësisht edhe për kombëtaren. Të uroj gjithë të mirat Fatmir Refica, faleminderit shumë që je mik i emisionit tonë. Faleminderit. Suksese ju dhe Skënderbeu tuaj. Faleminderit Fatmir Refica. Ishim pra me Fatmir Reficën. Unë desha t'i bëja një kompliment me rastin e 100 vjetorit të klubit Besa. Vërtet ka qenë një klub me tradita, ka mbajtur peshë në futbollin shqiptar, ka nxjerrë lojtarë shumë të mirë, është një nga 3-4 ekipet më të vjetra të kampionatit.
Ildi, duket sikur edhe Besa vjen atje, pavarësisht se ishte pak e ngelur mbrapa, duket tani sikur vjen, mendoni se do të jetë ekipi, kam parasysh të barazimin me Laçin, ekipi që do të rivalizojë sepse jemi shumë shpejt, një fazë kemi mbyllur, të paktën kështu duket mua. Natyrisht, në këndvështrimin tim besoj se Besa i ka të gjitha cilësitë për të qenë atë katërshën e play-offit, pra mund të tentoj gjithçka nëpërmjet asaj derës së dytë që e kemi quajtur, për të arritur objektivin nga play-offi. Nisja e kampionatit ishte katastrofike, mund të themi për sa i përket rezultate, po është një ekip i investuar me një trajner si Shpëtim Duro apo dhe me lojtarë të cilët i kanë dhënë tonusin kategorisë së parë dhe asaj superiore, dhe besoj se me pak kujdes dhe me ndonjë rregullim të vogël në merkaton e janarit, Besa do të jetë natyrisht skuadra faktore e fazës së dytë të kategorisë së parë. Do të jetë Besa faktore, po Gjergj Vyshka ka diçka për të na thënë, sepse edhe në kronikën që kishte përgatitur për ekipin e Skënderbeut me Apollonin. Vyshkë, mirëmbrëma. Mirëmbrëma Romi dhe mirëmbrëma dhe të ftuarve që keni në studio. Është Gjergj Vyshka, gazetari i RTS Sportit. Vyshk, ti kishe përgatitur natyrisht edhe kronikën e Skënderbeut me Apollonin. Çfarë të la më shumë përshtypje? Shiko, përshtypja e parë është që ky Skënderbeu nuk di dorëzohet dhe në Fier praktikisht ka qenë vështirë që në momentin që u desh 2 herë Skënderbeu në avantazh dhe pastaj ka barazuar Apollonia dhe vetëm në fund. Vyshka, diçka të lutem, ule pa kamerën se ke shumë lart, të lutem pak. Po. Pra, dhe vetëm në fund arriti të shënoj me Nasër. Ka diferencë me skuadrat e tjera, që do të thotë që është në rrugë të mbar apo rrugë të sigurt për të kthyer në kategorinë e parë. Unë nuk e shoh Skënderbeu të ketë rival në kategorinë e parë. Pas Skënderbeut, kush mendoni se do të jetë? Pas Skënderbeut, ndoshta për eksperiencën që ka dhe për lojtarët apo ndeshjet që bën, mendoj që duhet të jetë Laçi, por nuk duhen harruar edhe skuadrat e tjera që janë si Iliria, si Burreli, që fitojnë me Pogradesin, apo vetë edhe skuadra ligjënore. Është një kampionat i rivalizuar, por mendoj që Skënderbeu e Laçi në fund të sezonit duhet të jenë në elitën e futbollit shqiptar. Kalojmë pak tek lojnat. Shiko, ka patur surpriza këtë javë në volejbollin e vajzave në Kupën e Shqipërisë, bën përshtypje. Humbja Dinamos. E di që je tifoz pak. Fitoria e Durrësit. Je pak tifoz i Dinamos. Bën përshtypje fitoria e Tiranës me Dinamon 3-0 dhe unë jam habitur nga shifrat e setëve, sidomos seti i dytë 11 me 25, saqë në një moment kur e kam parë në rrjetet sociale, mu duk si 1 me 25 dhe nuk e besoja. Nuk e besoja në faktin që skuadra ka nisur të tronditet, të humbi atë aspektin psikologjik dhe nuk po gjen veten me situatën që u krijua me brazilianën Nayara Ferreira. Okej. Në grupin tjetër Vyshkë. Po. Dhe aktualisht fitoria e Teutës 3-1 me Vllaznin, që ne mendojmë Teuta në kampionat në 3 skuadra që rrezikonte të binte nga kategoria, e ka zbritur Dinamo në vendin e 3 dhe Tirana Teuta në një krah. Pogradeci në krahun tjetër, që ndërkohë që Skënderbeu rivalizon me Partizanin për që në gjysmën finale, mundet kemi surpriza dhe Dinamo ta kemi jashtë katërshës të Kupës Shqipërisë në volejboll për femra. Pra kjo ishte pak a shumë pasqyra e volejbollit, ndërkohë do të kaloj pak. Ndërkohë tek meshkujt, Partizani ka fituar. Vyshkë, të lutem edhe një herë. Të lutem pa kamera. Të lutem pa kamera. Ule pa kamera, të lutem. Po, atje. Po. Elbasani fitoi Erzeni fitoi në Elbasan 3-1 dhe Tirana ka fituar me Vllaznin 3-1 në një grup. Janë në vendin e parë dhe 2 Tirana Vllaznia, në krahun tjetër Partizani dhe Skënderbeu, por ai që është lajm i keq, paktën nga informacionet që mora sot, në ndeshjen me Vllaznin është dëmtuar qendra e Tiranës Julian Talaj, që sipas parashikimeve të paktën minimalisht për 2 muaj do të jetë larg fushave të lojës. Na trembe me të lajmin e keq që theu Vyshkë, tham çfarë ka ndodhur. Po
ka shkelur mbi lojtarin e tij në një blok dysh përballë Vllaznisë, kështu që dëmtimet janë pjesë e sportit. Okej. Kalojmë pak tek sportin e përbot. Çfarë po në Europë? Çfarë po ndodh? Çfarë po ndodh? Lajmi i keq është që Sa lajme të këqija ke sot më? po lajmi i keq është që Juventusi akoma nuk po gjen vete. Po. Në një barazim në derbi 0-0 dhe lajmi më i fundit është largimi i trajnerit të Atalantës Juric, i cili në sezonet e fundit nuk ka bërë mirë në asnjë skuadër edhe kur ka shkuar në Angli. Tek Liverpooli ç'bëhet? Liverpooli u mund nga Manchester City, vazhdon të jetë në mesin e tabelës dhe duket si kohë e zezë për Arne Slot. Okej, Vishka, ndërkohë që në Spanjë, aty ku ka mund shefin, po. Reali dhe Barcelona janë afruar në 3 pikë diferencë dhe ajo humbje e blaugrana në El Clasico nuk është të ndikoj shumë, sepse shumë shpejt do ta kemi Barcelonën në vendin e parë. Vishka, kam diçka, natyrisht, lajmi i fundit që ka qarkulluar ka të bëjë me skandalin në futbollin turk, ku janë përfshirë gjyqtarë, futbollistë. Dhe janë pesuluar nga Federata e Futbollit turk të gjithë ata gjyqtarë që ishin në listën e zezë të mbi vendosjes së rezultateve. Ndërkohë, Vishka më bëri përshtypje fakti që janë 1000 futbollistët të cilët janë në netim. Në Turqi duket se kanë kapur situatën prej kohësh në duar. Lajmi i mirë apo lajmi i keq? Lajmi i mirë apo lajmi i keq? Shiko, as Europa nuk i shpëton këtyre fakteve, kështu që nuk është as lajmi i mirë as lajmi i keq. Lajmi i keq është që dëmtohet imazhi i futbollit. Po, Pandushi ka diçka Vishkë. Mirëmbrëma Vishkë. Mirëmbrëma profesor. Ndoshta Mourinhoja kishte të drejtë në deklaratat e tij për kampionatin turk? Gjithmonë jo vetëm Mourinho, por gjithmonë kampionati turk ka patur më dyshje në rezultatet e veta. Nuk është se e thot Mourinho, por edhe bookmakersat më special gjithmonë kanë patur probleme me rezultatet në paravendosjen e tyre. Sepse dhe ai largim spektakolar i Mourinhos nga Fenerbahçe, ato deklaratat e tij, ato Po ta shohësh edhe në Europë, klubet turke nuk është se bëjnë përpara. Okej, Vishka, koha televizive është e shtrenjtë dhe unë nuk kam aq shumë, nuk më lejojnë aq shumë. Unë do t'ju falenderoj që çdo të thonë më bëni pjesë të emisionit tuaj. Natyrisht e ke kontratën me ne, kështu që mos e të shikojnë ekranet të tjera. Inshallah nuk bëhen xhelozë në të shëtë e tjera. Ka kapur Rëtëshe Korça, thoj kam kontratë me Rëtëshe Korça. Ti merre me radhë. Faleminderit Vishka. Jo, nuk shko Vishka, nuk ta traton. Faleminderit Gjergj Vishka. Kishim gazetarin Gjergj Vishka që natyrisht po ra me Pandushin edhe po filloi për këto kampionatet e huaja, nuk ka se vë por ne duhet të përmendim Mildi edhe kategorinë e dytë. Ndërkohë që regjia më bën gati lidhjen e radhës. Nga kampionatet e huaja në kategorinë e dytë na çove. Patjetër, futboll është. Dakord. Futboll. Po Ildi. Për sa i përket kategorisë së dytë, 2 skuadrat e Juglindjes, siç ju e përmendën në fillim të emisionit, Devoli unë poshtë me rezultatin 1-2 nga skuadra e Butrindit, ndërkohë që humbje në shtëpi regjistroi edhe Maliqi ndaj Bylisit B me rezultatin 0-1. Besoj se për momentin të dyja skuadrat po jetojnë një krizë rezultatesh dhe për shumë faktor duket se gjërat nuk janë duke ecur. Me lejo të them që ekipi i Devolit ka bërë edhe ndryshime në staf. Vasian Ballço ka marrë ekipin e Devolit me Ervis Frashin, të cilin ne kishim të ftuar në studio për një arsye objektive, për një arsye familjare nuk mundi dot. Do ta kemi natyrisht javën e ardhshme për na folur edhe më shumë për ekipin e Devolit. Por kaloj pak tek Maliqi, një Bylis B që kur ja shikojnë ato emrat ishte ai Bylis ishte e çuditshme, Po, e vërtet, nisur nga fakti që nga minuta e parë aktivizohej Marina Bazaj, kapiteni i ekipit ta, Sulovari, portieri Beqa, apo edhe sulmuesi Emini, Akibu, janë lojtarë të gjithë të kontingjenti i ekipit të parë, por besoj pavarësisht tyre në fushën e lojës
nuk është se u vure ndonjë diferencë e frikshme apo ndonjë dominizëm absolut. Shoh nga Liverpooli thamë në kategorinë e dytë, po shikoj edhe nga Superliga, po ke këtë kategori e dytë dhe çfarë ndodh. Nuk duhet tani këtë muhabet e ezauruam, do mësojmë tani që këta kanë ekipin e parë pothuajse në këto dhe do mësojnë të përballen të gjitha ekipet me këta lojtarë se nuk. Okej, do përballen mos e s'ka çfarë bëj. Po s'ka tani kot. Kjo është. Po fundit ata do dalin lart. Okej, po çfarë thotë? Nuk duhet të përdoret si justifikim si kështu, pasi realiteti është realiteti. S'kemi më çfarë të themi. Ju ngelet për detyrë të dy ekipeve që të reagojnë sa më shpejt dhe pse jo të shikojnë. Jo, kanë frikë mos prishin pa kampionatin. U prish tashmë. Është javë 5 se nisi dhe shkëputja e këtyre ekipeve. Po jo vetëm këtë, sepse po të shikojnë këtë javë ishte Partizani B Barazon me Shkumbinin, nuk e di. Do fillojnë tani të prishin. I morën lojtarët, i kaluan te ekipi parë që të fitonin jo, në kjo e superiore. Partizani B për shkak se ishte në të njëjtën ditë. Ja pra ky është niveli. Partizani A nuk ishte trajnerin dhe 4 lojtarë. Po pra pikërisht reflektuar me një. Mendimin tim ky teatri këtill me këto A dhe B duhet të marr fund. Unë çuditem si marrin guximin njerë që i futin për to kategorinë që si rrezikojnë dhe lojtarët, sepse tjetër terren në atë kategori, tjetër terren në atë. Po më e bukur ishte se lojtari i Partizanit B shënoi dobit me Partizanin A. Duke është ndëruar në një rok. Kur kemi edhe vllaznin A, kur kemi edhe Teutën, kështu, më fal, B, janë edhe një 4-5 ekipe të tjera ndaj Dinamo, Apollonia, po. U bë çesharake tani, po bëjmë alfabetin. Po jo se yre tek ne dhe domethënë më kundërshtove, por megjithatë erdhe me sa duket në li. Jo, thim, le të dikim pak çfarë do thotë Hektor Kaplani. U bë zakonshëm. Hektor, mirëmbrëma, të përshëndes. Mirëmbrëma. Faleminderit që je pjesë e emisionit tonë sot. Po flisni pak për kategorinë e dytë. Natyrisht ju keni ndjekur, ne kemi diskutuar së tepërmi në studio dhe ishte të dyja ekipe, si Devolli ashtu dhe Maliqi pësojnë humbje këtë javë. Dua një opinionin tuaj. Opinionin, në ndeshjen e kemi parë të dy pothuajse. E di ku është që më bëhet qefi për diçka me këtë ligën e dytë, sidomos për sa i përket ambientit ku luan Devolli. Bëj dy paralelizma, Skënderbeu në Fier, në një moçal, myzeqeje, dhe Devolli i kategorisë së dytë në një tapet fantastik, ku shiu nuk pushonte dhe futa kishte një gjendje të shkëlqyer. Përsa i përket lojës? Pastaj për të tjera do të thotë që normalisht nuk e përjetova mirë atë humbjen e Devollit, por është disa të herë që po ju nak. Çdo gjë e vendos, do me thënë, para disa ditësh në rrjetet sociale kam bërë një pyetje, i drejtohem atyre që përqejnë sportin. Mund të luhet futboll 11 kundër 14, unë e di që luhet 11 kundër 11. Kanë ndryshuar tani rregulloria këto, sidomos për to kategoritë, është bërë njëri ekip luan me 14. Jo vetëm ato kategori. Po. Por edhe po kthehen në fenomen. Mos ka në të gjitha nivelet. Ndërkohë Hektor, si e shikon këtë fakt që ne po diskutonim në studio, ishi pak më parë besoj se na kanë ndjekur, kur shikoj Partizanin B, i merr ta lojtarët që kthej i shtëpia nga Partizani A, fitojnë në atë ndeshje që hajde më si fitojnë, shikoj Bylisi që merr të gjithë lojtarët e A-s, i fut tek B-ja luan këtë javë, shikoj Teutën A, Ben, domethënë nuk e di. Mund të më japë një shpjegim ti si specialist. Ka logjik kjo? Romi, të kujtojnë ato edhe Pandushit besoj se i kujtohet. Para Partizan. Para Partizan. Partizanët mbronin të riqeshin në male dhe shpërmonin në fushta. E kupton? Gabimi është ky. Po. Gabimi është ky që ata të quajtur drejtor sportiv, disa e meritojnë të quhen drejtor sportiv, në një klub ose në një klub tjetër, nuk duhet pranojnë që të zhvillojnë ndeshjet dhe të bien në graskën e propozimeve të luajnë atë ditë që e kanë kalendarin, jo sepse Partizanit i bëhet mirë që të luajë të shtunën, sepse të dielën do luajnë dhe me ekipin e. Unë mos gaboj, mund të korrigjosh dhe ti, trajneri Partizanit B, atë ditë që është luajtur për kupë në Tiranë kundra Devollit, ishte dhe trajneri e ekipit parë.
Është si punë këtij të voleybollit, turnën e. Unë diçka nuk kuptoj. Çfarë interes kanë klubet që të marrin lojtarë nga kategoria superiore dhe t'i futin në kategori e dytë, kur edhe sikur ta arrin në kategori superiore nuk lejohet të jenë 2 Partizan, 2 Bylis e 2 Vllazni, 2 Pandush. Formula e kampionatit. Sepse di që është i përket nga liga e dytë. Në ligën e parë lejon Partizanin B, Bylisin B dhe çdo ekip B që të luajë deri në ligën e parë. Është një eksperiencë që bëhet në shumë liga europiane. Po nëse Partizani B dhe Bylisi B, çfarë ndodh? Nuk do luajnë të dyja. Jo, ikin të dyta direkt automatikisht ato. Po prish garën, no? Po mirë, gara e prish, u prish tani. O prish gara, po kategoria e dytë është prishur gara. Pyetja ime, çfarë diskuton ti akoma ti? Romi, në qoftë se Partizani bie, normalisht nuk i takon ekipit B që të hyjë në ligën e parë, dhe do ngjitet ekipi që është më poshtë. Hektor, pyetja ime nuk ishte se si vepron ekipi. Unë po them në interesin e klubeve për lojtarët. Që interes ka një klub që lojtarin e superiores ta shpirë. Po jo i ka të formacionit më. Atere. Po flasi për i ka formacionit ata. Kjo po duket Pandush. Sepse vërtet the në liga të tjera në Evropë ka, unë i di që ka. Po ata i lozin vetëm ata lojtarë që janë, nuk mund të marrë Barcelona e parë të shpjellë lojtarë në e dyta. Do të kundërta, jo kjo. E kundërta ndodh, po jo kjo. Pandush, në strukturat e ekipeve profesioniste, interesi më i madh është që nga ekipi B, elementët caktuar të luajnë me ekipin e parë. Jam dakord. Në raste emergjence, kur ekipi i parë, siç ka qenë vjet Juventusi, siç kanë qenë dhe Barcelona, kanë dashur që të marrin lojtarë dhe nga U19-a, sepse ka U19, ka U21, ka U23. Dakord, një kategori. Dhe aty ku ka U23 nuk ka ekipe B. Megjithatë, jo çdo gjë e keqe është e keqe. Ka 10 mijë sa kse. Një lojtar që është i federuar me ekipin e parë, nuk jep rendimenti që duhet për masa ose për sjellje jo të mira, detyrimisht detyrohet që të luajë në një nivel më poshtë. Po çudia është që ata 24 orë përpara luajnë atje dhe 24 orë më pas. Po për këto po flasim, po për këto po flasim. Tregon një fakt orientimi, tregon një mos strategji të saktë, sidomos nga drejtorët sportiv, sepse drejtorët sportiv janë ata që përcaktojnë këto rregulla. Po për këtë po flasim, nuk po flasim. Atëre, Hektor, duke parë këtë analizë çka po ndodh, si e shikon pasi unë e diskutova edhe pak më parë, thash në drejtimin e ekipit të vollit është edhe Vasian Ballço dhe Evis Frashi. Mendoni se ata tani të paktën këto 2 javë që është pushime kanë kohën e dur për të bërë diçka ndaj këtij ekipi? Normalisht, unë e vlerësoj që ata kanë marrë një trajner i cili ka goxha eksperiencë dhe njohuri, por që ka kohë që nuk ka pa trajnuar. Vasiani është një djalë pasionist dhe unë besoj tek puna dhe tek vlerat që ai shfaq në trajning. Si shikon garën? Por situata është shumë e vështirë sepse ka marrë të konsumoj për drek ose për dark një gjellë të gatuar nga guzhonjerë të tjerë. Nuk është kaq e thjeshtë. Kaq e lehtë. Sot më ishte gjithë krahasime më ishte sot. Megjithatë, ndërprerja e kampionatit me sa kam ndjeni unë, i jep mundësi ekipit që ta mbledhi veten. Ekipi ka shumë probleme, që në mënyrën se si është formatuar, sepse ka lojtar dhe cilësor, po ka dhe lojtar që ka një nivel për mendimin tim shumë të ullët. Pra ka disnivel. E ekipi duhet ndërhyrë në mënyrë absolute, sidomos për sa i përket harmonizimit, gjendjes atletike që ka ekipi, shumë lojtar të cilët kanë emri, kanë eksperiencën e dur, por kanë ardhur në basi periude jo të vogël mos aktivizimi, ose një periudhë të gjatë pushtimesh, dhe kërkesat janë të larta, objektivat janë të lartë, interesimi i drejtuesve të atij klubi me sa di unë është maksimal, por Vasiani, për qenë më i shkurtër në mendimin tim, ka shumë të vështirë. Megjithatë, shpresoj që në javët në vazhdim, ekipi dhe ky
10 që pushkim mos gaboj për aktye të ekipe kombëtare. Ti shërbej ekipi. Besoj që ekipi mund të marrë një formë tjetër dhe fitoj ndjenjën e besimit, por prapë vështirësitë janë se në repartin e sulmit. Ivani u tëmtua dhe me sa di unë ka një tëmtim jo të lehtë. Ka kartona, më vjen jo mirë që pjesë e ekipit nuk është Paulo Ivani, një element i cili të ta kishte zili çdo ekipi ka hyrë së pat. Më vjen jo mirë që nuk është në Albapi, që unë e kam përmendur si një nga djemt i cili mund të luajë edhe në Super League, për vlerat që ka, por nuk e di, është gjellë e gatuar nga të tjerë buzhunjerë. Ka një bie Rada Basjanit, Elis Frashkrit, stafi që është aty, që i vën mirë pikat mirë. Hektor, faleminderit. Faleminderit për opinionin dhe besoj të jemi së bashku edhe në lidhje të mëtejshme. Faleminderit Hektor Kaplani për opinionet të cilat na dhe. Kemi arritur kështu, pra faleminderit Hektor. Kemi arritur kështu në minutat e fundit të këtij emisioni dhe natyrisht regjia më bën që duhet ta mbyll këtë emision. Pandush, faleminderit për opinionet dhe mendimet që dhe natyrisht të jemi së bashku sepse ti gjithmonë i përgjigj pozitivisht tezës sonë. Ildi Merolli, faleminderit. Faleminderit Romi dhe dua t'i urojmë dhe suksese ekipit kombëtar për 2 ndeshje të njëjta. Kemi jamë stitër atë. Po. Jo, ne do analizojmë ti si kritizim. Jo, para na takon që t'i urojmë suksese, pastaj natyrisht analiza do bëhet më mbrapa. Suksese t'i urojmë sidomos në ndeshjen me Andorën, atje varet shumë delikate pavarësisht asaj. Petrika, faleminderit. Faleminderit. Do pyes si mund ta blejmë këtë kohën sepse kisha gjëra akoma për të thënë, por gjithsesi javës tjetër tani. Ka që shko, ose bëj ti natyrisht je pjesë e brendshme, bëj një kërkesë drejtorit. Do t'i bëjmë një kërkesë ta çojmë 2 orë emisionin. Edhe Llazi Sarës për drejtorit e emisionit dhe nuk e di. Jo, sepse ka pëlqyeshmëri shumë të madhe Romi dhe sado që të qëndrojmë ne këtu, të sigurojmë që njerëzit nga ekrani do të qëndrojnë këtu me ne, duke na ndjekur. Dhe do thonë nuk kap edhe këtë, nuk kap edhe këtë, nuk kap edhe këtë. Mirë, i presim ato ne pastaj që të dim ku ta shtojmë kohën. Okej, faleminderit për opinionet, falenderoj kameramanat të cilët kanë punuar me mua, por edhe teknikët e mrekullueshëm të cilët kanë krijuar të gjitha lidhjet dhe kanë bërë të mundur transmetimin që ne të dalim në ekran. Falënderimi veçantë për të gjithë ju shikues që nuk i ndajni rreth Koshës, sidomos në emisionin tonë Sport. Nga Roman Xifi, natë e mirë të mirupafshim në emisionin e radhës.